Musk braktis qeverinë amerikane, 7 gjëra që mund mos e keni ditur për miliarderin e famshëm. Emri Elon Musk është ndoshta një nga më të njohurit në ditët e sotme, njeriu më i pasur në botë, njihet si pronar i kompanive të ndryshme duke përfshirë Tesla, SpaceX, X dhe së fundi si pjesë e stafit administratës Trump. Pas gati 130 ditësh kreu departamentit efikasitetit qeverisë i njohur si DOGE, Musk njoftoi se do largohej nga roli i tij në qeverinë amerikane siç kishte thënë më parë. Puna e tij brenda departamentit dhe marrëdhënia e tij ngushtë me Trumpin bëri që Musk të jetë në krye të mediave më shumë se kur, por ka shumë për biznesmenin miliarder që raportohet rrallë herë, dhe këto janë 7 gjëra që mund mos i keni ditur për të. Ai krijoi një videolojë në fillim të viteve 1980 në moshën 12 vjeçare. Musk krijoi videolojën Blastar. Ai ngarkon lojtarët përdorin tastierat e tyre për qelluar anije kozmike luftarake aliene përmes njohurive të tij për kodimin dhe programimin, të cilat ai mori në moshën 9 vjeçare, sipas biografisë së Ashley Vance të vitit 2015. Në vitin 1984, loja ishte aq e mirë sa Musk ia shiti revistës PC The Office Technology për $500. Kishte talent për biznes. Qysh nga fillimi ishte qartë se Musk kishte një talent për biznes. Në vitin 1995, në moshën 24 vjeçare, ai themeloi kompaninë e tij të parë Zip2 me vëllain e tij Kimmel. Dyshja krijuan kompaninë e cila krijoi udhëzues të qytetit në internet. Ajo u shit për rreth $300 milion 4 vjet më vonë në 99. Përpara se të fitonte para për suksesin e Zip2, Musk tha se ai dhe vëllai i tij ishin goxha të thyer dhe të dy flinin në zyrën ku punonin, një sjellje që ai quajti se përsëriti në ditët e para të. Nga shitja e kompanisë, Musk u largua nga Zip me $22 milion dhe gjëja e parë që bleu ishte një McLaren F1, shkruan Sky News. Ai tha në atë kohë se vetëm në 3 vjet më parë isha duke fjetur në dyshemen e zyrës dhe tani kam një vetur miliona dollarëse. Ai krijoi parfumin e vet, pavarësisht suksesit të madh, disa nga idetë e Musk nuk rezultuan të jenë qëndrueshme. Në vitin 22 ai zbuloi një parfum të quajtur Burnt Hair, aroma e gjitha kushtonte $100 shishja, ishte një sukses e madh sipas Muskut, i cili tha se kishte shitur 10.000 shishe në vetëm pak orë duke fituar atij $1 milion. Me një emër si imi, hyera në biznesin aromave ishte pashmangshme, tha Musk në atë kohë. Nuk dihet nëse produkti ishte serioz dhe nuk ishte më i disponueshëm. Përveç parfumit, ai prezantoi edhe një tequila në vitin 2020. Ishte shefi i PayPal. Shumë kohë përpara se Twitter të bëj X, Musk krijoi X.com, kare shërbimesh financiare në internet. Platforma troi që shpejt një bazë të madh klientësh dhe në vitin 2000 ai u bashkua në Confinity, e cila bashkëthemeluan nga sipërmarrësit e teknologjisë Peter Thiel dhe Max Levchin. Platforma më vonë u emërua PayPal. Musk vazhdoi të bëhet shef ekzekutiv i PayPalit, po më vonë u rrëzua nga pozicioni pasi u shfaqën argumente mbi emrin e kompanisë dhe drejtimin e përgjithshëm. Në vitin 2002, faqja bankare u ble nga eBay për $1.5 miliard. Vite më vonë, në 17-ën, eBay shiti X.com përsëri Musk. Portretizimi i Iron Man u frymëzua nga jeta e tij. Jeta e Muskut si supermarkës miliarder tingëllon si filmi i suksesshëm i Hollywoodit, dhe në realitet personaliteti e arritet e Musk u përdorën pjesërisht si frymëzim për portretizimin e Iron Man nga Robert Downey Jr. Nuk është themeluesi i vërtet i Teslas. Musk nuk e filloi Tesla, ai ishte në fakt një investitor i hershëm në kompani ekzekutiv kur mori rolin në vitin 2008 me njerë, pasi kompania prezantoi veturën e parë Roadster. Në fakt ishin Martin Eberhard dhe Mark Tarpenning ata që themeluan kompaninë në vitin 2003, megjithëse Musk ishte ai që shtua atë në një skenë globale dhe drejt krijimit të një aplikacioni për gjithçka e mori përsipër platformën X për $44 miliard në vitin 22, u bë një hap më afër arritjes qëllimit të tij për krijimin e një aplikacioni për gjithçka. Magnati i teknologjisë ka thënë më parë se dëshiron që X të bëhet i ngjashëm me WeChat, një aplikacion kinez që ofron një gamë të gjerë funksionesh për te mesazheve duke përfshirë pagesat, porosinë e taksive, ndarjen e postimeve në rrjetet sociale. Misioni i Musk për këtë super aplikacion duhet të ndalet
nga ata në X, duke përfshirë shefen ekzekutive Linda Iaccarino, e cila tha në fund të vitit kaluar se 2025 do të ishte viti që X në mënyrat që nuk e kishit menduar kur. Në janar, Musk njoftoi se X kishte partneritet me gigantin e pagesave Visa, i cili do të lejojë përdoruesit të lëvizin fondet midis bankave tradicionale dhe një portofoli digital X që të bëjë pagesa për miqt.